Livje zbulon detaje pse si është gjendja e Eglit Takos pas Big Brother, jam në kontakt me të, tregon edhe për marrëdhëniet me Mevlanën, si dhe të preferuarit e saj. Ish banorja Big Brother VIP Livja ka hapur një pyetësor në Instagram që ka ngjallur mjaft interes nëpërmjet ndjekësve të saj. Ajo mori shumë pyetje nga publiku, përfshirë një mëri pyetjesh në lidhje me Eglin, një tjetër ish banor e programit. Interesimi për informacion mbi Eglin duket se është i lartë, pasi fansat janë të etshëm të dijen më shumë rreth saj pas daljes nga Big Brother VIP. Livja megjithatë ka qenë e kujdesshme në përgjigjet e saj, teksa ka konfirmuar se ka kontakt me Eglin, por ka theksuar se nuk do të zbuloj më shumë detaje derisa të jetë e gatshme të flasë vetë publikisht, teksa shkruajti: "Po jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione derisa ajo vetë të vendosë të dalë të flasë", u shpreh ajo, teksa la të kuptojë se ka një lloj respekti e privatësie për vendimet e Eglit, ndërsa shumë komentues kanë thënë se Egli po e përdor vetëm për të marrë vëmendje followersa. Ndër të tjera, Livja u shpreh edhe për disa pyetje të tjera që kishin të bënin me jetën private me Mevlanën, por edhe të preferuarit e saj, teksa shkruajti në Insta Story: "Më keni mbush zemrën me gjithë këto mesazhe të bukura. Në fakt nuk jam shpreh qysh kur kam dalë, por dua që të dini që jam mirënjohëse pafund për gjithë këtë dashuri. Do jap përgjigje për disa pyetje që më keni bërë më shumë. Po jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur Egli të vendos të dalë të flasë. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër, çdo gjë që kemi nda aty brenda ishte real, çdo gjë vazhdon siç ka filluar dhe ja dua shumë atë buzëqeshjen. E dyta, nga jeta private sentimentale nuk kam qef të ndaj gjë, por jam e lumtur, besoj mjafton. E treta, a do isha fut përsëri në Big? Po, me kanë një është një epitet që nuk qëndron as pak, edhe kush ka ndjek me vërtet Bigun ka pas mundësi me njoh intuitën time, mënyrën se si ja plasja të rive të gjithëve, dhe po edhe zgjuarsinë time. Nuk kam lujt, kam kene vërtet, e s'kom shit dinjitet si disa. Kjo vlen më shumë se çdo gjë, por edhe publiku e ka vlerësuar di mirë." E katra, me kë më ka marrë më shumë malli aty brenda për rëzanën e Laertin. E pesta, gjestin e kam zgjan dhe e kam tregu. Nuk kam ndryshuar mendim, është lojtar i fortë dhe e meriton fitoren, por siç e kam thënë edhe herët e tjera, e ndaj me 3 vetë fitoren, gjesti, Rozana, Laert. E gjashta, për projekte televizive ngelet për t'u pa në vazhdim. Ka përfunduar ajo.